Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi këtë të diel në televizionin Syri Vizion. Edhe një tjetër të diel kemi kënaqësinë që të jemi së bashku këtu me podcast-rinia dhe me një tjetër të ftuar të mrekullueshëm, siç kam thënë edhe javën e kaluar. Shumë i lumtur që komentet pozitive, po ashtu edhe shumë të ftuar këtu në studio, mos t'i ndaj vetë, por t'i gëzoj bashkë me bashkëprezantuesen Arsa Saracini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje Endi dhe përshëndetje edhe për të gjithë ju shikues të dashur që po na ndjeqni tani në emisionin Rinia. Siç e tha edhe Endi, ne kujdesemi që çdo të diel të sjellim talent të rinj, mysafir shumë special, të cilët janë inspirim për të rinjtë, po ashtu edhe për moshat edhe më të mëdha. E këtë të diel kemi kënaqësinë që në studion ton ta kemi një bokser të ri, por shumë të madh në talent, Flori Tarani. Flori, përshëndetje. Përshëndetje. Flori, përshëndetje dhe mirë se vjen, edhe të falenderoj shumë që ki pranu ftesën më ardh sot. Përshëndetje, falenderit për jush për ftesën. Edhe shpresoj që ka me shku mirë gjithçka. Edhe ne shpresojmë edhe e dim që do të shkojë mirë, kështu të jemi të sigurt. Flori, ne jemi mësuar që çdo mysafiri që vjen ta pyesim pak për fillesat, për hapat e parë, në secilën prej fushave dhe disiplinave që ata ndoshta i ushtrojnë. Flori, kur dhe si lindi pasioni yt për boksin? Po në boksin e kom fillu në moshën 4 vjeçare, do më thonë që jo që kom pas pasion atëherë, po prej atëherë që t'ja kom nisur më marrë me boks, po gjithmonë ka shty babaj edhe vllai im, që ko pas kohë, do më thonë unë tu ushtru, më ka shëndru boksin pasion, që nga mosha 4 vjeçare dhe tash më kam bërë diku rreth 12 vjetë në boks, edhe tash është një pjesë e pandashme e jeme. Shumë mirë, do më thonë mosha shumë e vogël, 4 vjeç është shumë interesante, po a je inspiru diku, apo thjesht ka qenë vetëm si dëshirë? Inspirim e kom pas unë vllaun tim, se gjithmonë, do më thonë, kur kam qenë i vogël, kena ushtru bashkë këtë sport, edhe do më thonë prej atëherë që mua më ka hinë zemër këtë sport, edhe kom dosht këtë jetën teme me ja përkushtu këtij sportit, si që është sporti boksit, një sport shumë i mirë, do më thonë që jo shumë e bojnë, po ata që e bojnë, do më thonë, ja din vlerën e sportit. Është një guxim i vërtet, Arsa, për me ja nis 14 vjeç, nuk po flasim për çfarë lloj profesioni, po flasim për një sport si boksi. Florin, po du me të pyet pak ti, e përmendën në përgjigjen e parë që të kam mbështet babaj dhe vëllau krah këtij rrugëtimi tënd që ti tashmë vetë se e vazhdon. Unë po du me të pyet, a ke pasur përkraje edhe nënën, duke qenë se nëna sidomos për djem është roli më kryesor, sidomos në rrugëtimin profesional? Është e vërtet që nëna është, do më thonë, një mbështet shumë i madh për çdo fëmijë të vetin, po për sportin tam u konë një sport shumë, do më thonë, i vështirë për nënën time, edhe ajo nuk ka pas që fare, do më thonë, më pa mu, do më thonë, s'ken boksit, s'ka dash më pa të boksu, ose të ushtru këtë sport. Si ta ka pranu këtë? Vlen më cek që nëna ime s'ma ka po asnjë ndeshje temë deri tani, edhe asnjë stërvitje time nuk e ka përcjell, se është, do më thonë, vetë kultura këtij sportit pak si dhonë që mu i më thonë, po për atë arsye mamaja ime, do më thonë, nuk ka mujtë mi pa djalin e vetë si çdo nën tjetër që s'mundet mi pa fëmijën e vetë të ndesh me dikon. Do më thonë, nuk e kom pas një përkraje shumë të madhe për nënës time në sportin e boksit, po vetë gjithmonë nuk ka ndërhy, do më thonë, për mes më mlonë me zhvillu. Po. Edhe këtu desha edhe që të dalë, sepse ndonë se nuk i ka parë ndoshta stërvitjet të tua, ndonë se nuk i ka parë edhe të gjitha ato ndeshjet, ato meqet e boksit, sepse me të vërtet që boksi është një sport shumë i vështirë, ta shohësh, e lëra ta luash, do më thënë ta ushtrosh, por siç po e shohim nuk të ka ndalur asnjëherë. Ka qenë një frymëzim, ndoshta në heshtje le të themi, por që asnjëherë nuk të ka thënë që jo mos e ushtro këtë sport, por thjesht të ka shtyrë ndoshta edhe më shumë. Ashtu është se pas çdo ndeshje timen, është gjëja e parë që e bëj, e telefonoj maman edhe i tregoj që kom pas sukses, do më thonë, në ndeshje, edhe ajo me shumë lumturi, do më thonë, e pret këtë lajm, se gjithmonë e din që kom e kallëzu sukses, do më thonë, në sportin e boksit. Flori, atëherë na trego pak se ne po flasim për ndeshjet e tua, unë po du me të pyet, a mban në mend pikërisht ndeshjen e parë? U konë një moment, do më thonë, i paharrueshëm, që këtë jetën time kam mbet, do më thonë, si ndeshje që më ka dhonë përkrajen më të madhe për sportin e boksit. Unë i kom pas vetëm 6 vjeç në atë ndeshje, ku kundërshtari ka qenë shumë më i madh se unë. Dhe
Gjithë e kanë mundu që unë do ta humbi atë ndeshje, po për fat mirë domethënë, unë e kom mbaru atë ndeshje me ndërpremje, ku e kom fitu nga ana mjekut, ja ka ndërpre kundërshtarit tim. Ai ka qenë diku 9 vjeçar në atë kohë, domethënë 3 vjeç është një moshë shumë e madhe për një 6 vjeç mu ballafaqu me një 9 vjeçar, po me talentin tam e kom kallëzu që boksi është gjëja që di mi bo mas miri. Shumë interesant, sepse ndeshja një fëmijë 6 vjeçar, një fëmijë është me shiku tash, është një fëmijë shumë i vogël, edhe sporti i boksit është një sport jashtëzakonisht i vështirë, le themi është ndër më të vështirët, po që shumë mirë që Flori ja ka dalë si një 6 vjeçar të ndeshjet me një 9 vjeçar edhe të triumfojë në atë ndeshje. E kur jemi te fitoret, Flori, cila është ndoshta ajo fitoria ose rezultati që ti e mban më me zemër gjithmonë? Ndoshta një ndër më të rëndësishmet gjatë gjithë këtyre viteve që ti e ke ushtruar këtë sport. Frymëzimin më të madh ma ka dhënë, domethënë ndeshja por, po një ndeshje domethënë që më ka dhënë edhe më shumë shtytje, është ndeshja në kampionatin evropian, ku kam boksuar me një bokser kroat, kam fituar atë mes domethënë dhe pastaj kam shkuar në çerek finale. Ajo është domethënë një moment shumë i paharrueshëm për mua, se në arenën ndërkombëtare, siç është kampionati i Evropës, është shumë zor me fitu një rezultat aq lart si më shpall në vendin e 4 në Evropë. Unë mendoj që është një rezultat shumë i mirë, jo për mua, po për gjithë Kosovën si shtet përgjithësi. Që unë do Arsa padyshim të përgëzojmë. Patjetër, gjithmonë, sepse dhe për ne është shumë kënaqësi më pa që të rinjtë tonë, sepse ne jemi një gjenerat, jemi një shoqëri dhe domosdoshmë secili e njohim njëri tjetrin ndoshta përmes shoqërisë edhe përmes familjes, edhe shumë kënaqësi që të dëgjojmë kur të rinjtë të ndryshëm të vendit tonë korrin suksese të jashtëzakonshme nëpër kampionate të ndryshme, nëpër vende të ndryshme, shtete, qytete, dhe është shumë kënaqësi edhe për ne që do të kemi këtu në studio që të na tregosh pak më shumë në lidhje me talentin, të na tregosh me fitoret edhe me rezultatet e mira dhe të jesh edhe inspirim ndoshta edhe për të tjerët, për bashkëmushatarët e tut që e kanë shumë qejf boksin, por që friksohen, sepse është sport i vështirë, tham. Kështu apo ende? Patjetër, që padyshim, një tjetër le të themi formë krenarie është që kur të rinjtë tonë marrin pjesë në arenën ndërkombëtare, që është padyshim një tjetër le të themi hap i suksesit dhe i profesionit që vetë se përfaqëson. Flori, unë po du me të pyet pak, ti pak a shumë na tregove momentet frymëzuese të tuat, e unë po du me të pyet përkundër momenteve frymëzuese, ato sfidat që ke pas edhe që i ke has në profesion. Ti pak a shumë e ceke që ka qenë padyshim sfidë madhe me garu me një 9 vjeçar, si 6 vjeçar që ke qenë, po besoj që gjatë këtij rrugtimi ke pas edhe momente të tjera sfiduese. E kom pas një sfidë shumë atë madhe domethënë, ka qenë në kampionatin e Kosovës në këtë vit dhe unë kam qenë në peshën 70 kg duke boksuar, po në boks ne domethënë peshohem çdo ditë që kemi ndeshje peshohem. Mua i kom pas 73 kg dhe për një ditë jam duhet me humb domethënë 3 kg, ku aty nuk më ka rënë me flajt, më thonë 2 orë krejt, edhe të nesmit kom boksu në peshën 70 kg, kom arrit sukses me humb 3 kg. Gjithashtu kom pas kundërshtarin shumë të fortë atë ditë, edhe me kretë forcën time që kom pas e kom dhonë atë meç, edhe mendoj që ajo konë sfida më e madhe jemja, që kom mujt me poshtë atë kundërshtar shumë të fortë, me vetëm 2 orë gjumë, me 3 kg të humbura brenda një nate. Shumë interesante kjo histori, Flori, e tregove sfidën më të vështirë. Ke mundësi që për ne ta ndash garën më të vështirë deri më tani për ty? A ke ndonjë garë që ka qenë ndoshta më e vështirë, ndonjë ndeshje që ti e cilëson si më të vështirën tënde deri më tash? Po, kom pas një ndeshje shumë të vështirë, kom pas në Gjakova dhe atë. Ka qenë në vitin e kaluar ku kom boksuar kundër bokser nën kampion i Evropës. Ai është domethënë bokser, ka qenë bokseri më i fortë i Kosovës në atë kohë dhe unë ka rënë mundesh me të, na jena edhe shok shumë të mirë me të, po boksi domethënë nuk ka lidhje nëse e ki shok vëlla mi pas, aty mrena duhesh mi kallëzu domethënë duhesh mi kallëzu vetën, po duhet mi kallëzu vetën, po. Domethënë aty unë e kom triumfu në atë meç, ka qenë një meç shumë i vështirë se
kemi qenë 2 boksera që përfaqësojnë Kosovën, mund të më thonë 2 bokserat më të fortë Kosovës për kategorinë e juniorëve, ku aty kom kallëzu sukses dhe jem stolis me medalje të artë në atë meq. Një e kaluar ardhë dhe një rrugë tash e disa vite që ke nisur këtë profesion, që ke pasion. Florian, po du me të pyet gjithsej, kaq vite sa ke mbushur në sa i përket kësaj fushë, sa ke fituar, nga sa ndjeshe ke fituar për këtyre që ke luajtur dhe ndoshta sa edhe ke humbur, padyshim që është pjesë e profesionit edhe kjo, pjesë e jetës. Unë kam rreth 65 ndeshjeve në karrierën time si amator. Mund të më thonë që shumica prej tyre janë fitore, diku 6 ose 7 mujnë me qenë humbjet gjatë gjithë kësaj karrierës time, po shumica do më thonë kanë qenë me medalje të arta. Është e mrekullueshme. Prej 65, vetëm 5 ose 6 humbje, kjo është me të vërtet diçka për të impresionuar, le të themi, sepse ti i bën tash 12 vite the që je në boks dhe shumë kënaqësi me dëgju që kaq shumë ndeshje për 12 vite, edhe normalisht që kaq shumë suksese, patjetër. Po ndeshje, unë nuk e konsideroj që kom shumë ndeshje se për 12 vite kom mujtë me pas shumë ma shumë, po mungesa kundërshtarëve në Kosovë për mu ka qenë një gjë shumë e keqe, do më thonë që as nuk më kalon më rritë si bokser edhe ma shumë, me fitu provoj ma shumë, po kështu është kur je në Kosovë, do më thonë të ngjojnë gjithë dhe kanë frikë, do më thonë me boksu me ty. Kjo është një gjë jo shumë e mirë për një sportist të Kosovës. Për ti është person që ndoshta edhe në të ardhmen tënde, nëse ke dëshirë që të vazhdosh të ushtrosh këtë profesion, të shkosh diku tjetër edhe të kesh pak më shumë kundërshtar, ata që nuk kanë frikë ndoshta dhe që janë shumë të guximshëm për të ushtruar këtë profesion bashkë me ty. Unë besoj që do të shkoj, do më thonë, në perëndim edhe mi ushtru sportin tim të boksit, ku me fitu provoj shumë ma shumë se që kam tani, edhe mi qu emrin e shtetit tem sa ma nalt. Po shpresojmë edhe ne. Po shpresojmë patjetër që kemi me të pas sa më nalt edhe me na përfaqësu sa më denjësisht. Arsa, ne zakonisht kur shohim kësi sporte të ndryshme që kanë të bëjnë sidomos me anën fizike, e mendojmë veç anën fizike. A është goditur, si ka kaluar, por që ne nuk e mendojmë ndoshta edhe më të rëndësishmen anën e pjesës psikologjike. Sa bësh gati mendërisht para një gare dhe është të vështirë mbi të gjitha, a ke emocione? Do më thonë, sporti boksit në anën mentale është një sport që duhesh mu përgatit shumë, edhe vetëm një bokser mundet me ta tregu ty ndjenjen qysh është para se me hinë në ndeshje, është do më thonë një adrenalin shumë e madhe që është shumë vështirë me ta spjegu, nuk mundet me ta spjegu me fjalë pa provu vetë. Do më thonë, duhesh mu përgatit shumë mentalisht për që me pas sukses sa ma të mirë me qenë i qetë brenda ndeshjes. A të ka ndodhur ndonjëherë ndoshta me has në mendime negative para se me hyjë në një garë, edhe që ndoshta të kanë shqetësuar dhe të kanë ndjek edhe përmes garës që ke zhvilluar me tej? Nuk më ka ndodhur ende, do të thonë se unë gjithmonë kur hi në meç unë hi vetëm me fitu, edhe synimi jam është gjithmonë fitoria. Nuk e mendoj kur anën negative të saj se kur nuk e mendon edhe nuk ndodh. E vërtet, ashtu është. Shumë gjëra janë psikologjike dhe fillojnë domethënë që nga mendja dhe çush i mendojmë ne, ato pak a shumë do ta ndryshojnë ndoshta edhe rrjedhën se çush ka qenë e planifikuar me shku. Ajo rrugë, le të themi. E Florit tash po kalojmë pak më nga personalja, ne folëm për boksin, por tash për ty personalisht si boksier. Cilat janë ato pikat e tua më të forta që ti cilëson? Pikat e mia më të forta, më thonë, është karakteri im, se çdo sfidë që kom pas, do më thonë edhe ma herë që përmenda humbjen e 3 kg është një peshë shumë e madhe më brenda natës, do më thonë me karakter timin unë i kom mund gjitha gjërat edhe kom vazhdu, do më thonë, rrugën që e kom dashur unë mi zgjedh, nuk ma ka nalë askush, veç karakteri jam gjithmonë ka qenë që mi bëj atë punë, nuk ka lidhje qysh, veç gjithçysh mi kry.
Po thuaj se një dekad në boks, një dekad, 2 dekada, 3 dekada, sot do që keme mujtë edhe keme pas dëshirë me vazhdu boksin, si pas dëshirës të ndë padyshim personale dhe profesionale, brenda këtyre shumë viteve të ndryshme që ke kaluar në boks e që edhe kime kaluar, po du me të pyet pak për antë e tua që me ndonë që duesh me i përmirësu në stilin tënd, padyshim që po besoj që ke, si çdo njeri tjetër. Po, gjithë njerëzit do më thonë mujnë mu përmirësu, nuk ka njëri perfekt, ajo është e ditur, po për momentin nuk e di shka mujnë me përmirësu, po me kalimin e kohës besoj që do të shohim anë që duhen mu përmirësu ende në teknikën time të boksit, edhe pse jo mi përmirësu diku ku e din ma mirë ato anë fizike për shembull, ose anë psikike, se boksi nuk e ka vetëm anë fizike, si që thamë më herët, po duhet mu përgatit shumë edhe në anë mentale, edhe do më thonë që shtu duhet me qeni përgatitur gjithmonë. Flori, a ke ti ndonjë idhull ose ndonjë frymëzim si boksier? Kush është ai? Një boksier që e ke idhull ose frymëzim, edhe që të shtyj që të vazhdosh edhe më shumë me këtë sport? Mua më pëlqen bokseri Floyd Mayweather. Ajo është një bokser i cili nuk e ka ende asnjë humbje në karrierën e tij. E ka rekordin më të mirë në botë, 50 fitore dhe asnjë humbje në boksin profesionist. Edhe unë shpresoj që i herë duhet më bëj si ai edhe më kon bokseri më i fortë në botë. Zakonisht, kur pyesim për ndoshta idhuj që të ftuarit synojnë t'i kenë, përgjigjen me le të themi emra ndërkombëtar. Po tash po duhet të pyet, a ke ndonjë emër apo idhull shqiptar? Sa i përket kësaj profesioni. Po. Mua më pëlqen shumë bokseri shqiptar Florian Marku. Ai është një bokser shumë i njohur shqiptar, po gjithashtu e kam edhe një idhull tjetër. Ai jeton edhe shtron detyrën e tij si bokser në Amerikë. Ai është Reshat Moti, një bokser shumë i njohur shqiptar, ku e kom pas rastin e mi taku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kena nda provojat tona bashkë atje. Shumë mirë, edhe shumë mirë që ke pasur rastin edhe fatin, le themi, që të ndash përvoja edhe me boksierë të tjerë, të cilët ndoshta janë profesionistë dhe kanë shumë vite në karrierën e tyre, dhe të shikosh ndoshta edhe të shkëmbeni edhe përvoja ti si më i ri që je në këtë profesion, le themi, sepse në fakt 12 vite nuk janë pak. Të ushtrosh një profesion, le themi, një sport, një talent, një pasion që ti e ke, me të vërtetë që nuk janë pak, madje janë goxha shumë për moshën që ti e ke, por kjo padyshim që është për të përgëzuar edhe për të lavdëruar çdo herë më shumë që e ke guximin edhe që e ke forcën, e padyshim që e ke dhe ambicien që të vazhdosh. E Flori, kur jemi te disiplina, çfarë roli luan disiplina në sportin tënd? Edhe sa është e rëndësishme ajo? Në sportin e boksit pa disiplinë nuk mundesh me fitu asgjë. Më thonë, nëse ti nuk ki disiplinën në sportin e boksit, gjithçka që e ki bo dhe tani ka me të shku dëmë, dhe më thonë, ti nuk ki më mujtë me arrit kërgjo, se disiplina ty të ndihmon që edhe nëse priton me bo dhe shka, ti duhesh me bo gjithësysh se e ki disiplinën. Edhe kjo shkon ka dale, nuk shkon për shembull me bo për herë këtë gjërat, po shkon të e fitu kondicionin, shkon të e fitu teknikën e boksit, disiplinat në mën me fitu kretë qëto gjëra, do më thonë, ka dale. Unë po du më ndërlidh këtu pak tek disiplina, po besoj që në sytë e mit, paktën boksi është një prej profesioneve të vështira, goxha të vështira, me aq sa shoh unë në televizion se nuk e kam provu, po unë po du më të pyet edhe për menaxhimin e kohës. Boksi është një profesion i vështirë dhe padyshim që të lyp kohë, po ti njëkohësisht je nxënës i vitit të dytë të shkollës së mesme në Gjakov, e po du më të pyet si e menaxhon kohën mes shkollës po edhe profesionit tënd. Unë e kam shkollën në mëngjes në ora 8, po unë zgjohem në ora 6 të mëngjesit, shkoj në stërvitje, e kryej stërvitjen e parë timen, pastaj pas stërvitjes shkoj në shkollë, prej shkollës unë shkoj i bëj detyra, domethënë, dhe pastaj nga ora 7 i kemi stërvitjet e dyta, ku është në anën teknike, sepse stërvitjet e para sigurisht janë në anën fizike si kondicion edhe disa teknika të vogla të boksit, po në ora 7 pasdite janë domethënë stërvitjet që koncentrohen në anën teknike dhe të forcës.
Një menaxhim i kohës perfekt i Florit, por edhe një rrugëtim shumë i suksesshëm me aq shumë fitore që ke has. Unë po du me të pyet që a ke has edhe në kritika, edhe në parajgjykime ndoshta të afërmtive ose edhe shoqërisë që ndoshta kanë qenë kritika të ashpra. Po shumë kanë thonë le boksin se je i ri mu marrë me boks, le boksin se është sport shumë i vështirë, mundet me skalu, do më thonë, ti mundesh me të pru deri te vdekja, po do më thonë një san që e donë ti nuk mundesh me lon kur, edhe nëse ja din pasojat e asaj, ti nuk mundesh me lon kur atë san. Një pyetje veç nëse lidh Orsa, falem. Jo. Në rregull. Këtu që përmende pak vdekjen, a i friksohesh pasojave të mëdha që boksi mund të sjellë? Edhe pse ndoshta ke profesion, e dën shumë, ke pasion, po padyshim që edhe problemet që ha, sfidat që ha janë shumë të mëdha. Nuk e besoj që dikush që i pëlqen diçka shumë, mundet me lon atë gjë vetëm për shkak të pasojave të asaj gjëje. Unë e konsideroj si kështu. Shumë interesant, sepse me të vërtetë që vëresh që aq shumë të pëlqen boksi, sa që edhe pasojat ndoshta duken shumë të vogla, kur e ke atë dëshirën e madhe për ta ushtruar edhe më shumë këtë profesion. E Flori, nëse ti do të na veçoje për ne disa nga sakrificat gjatë këtyre viteve, cilat janë ato sakrificat më të shumta që ti ke bërë për të ushtruar, për të vazhduar për të ushtruar profesionin e boksit? Mua më ka pëlqyer shumë edhe shkolla e muzikës. Po do më thonë e kom pas kohën e limitune për atë punë, kështu që nuk kom mujtë më marrë edhe në shkollë të muzikës. Më ka pëlqyer shumë edhe mjekësia, po tu e mendu profesionin tim, e di që nuk kom shumë kohë për më marrë si me anën e mjekësisë, do më thonë se i nevojiten shumë për kushtim. Gjithashtu sporti i boksit është një sport që i nevojitet shumë për kushtimi, kështu që unë do më thonë, jëmë du të milion këto dy profesionet që kisha mujtë me i bo jetën time, edhe tash jëmë të kërku një profesion që merr ma pak kohë, që puna më ushtrua pet me sportin e boksit, edhe më arrit që shumë pëlqen mu më arrit. Flori, mund të themi që në thonjza e ka praktikë ndoshta dy profesione të ndryshme nga njëra tjetra që i ke dashur për shkak të pasionit tënd që e ke për boksin. Po mua çka po më intereson më shumë ti është që unë nuk e di personalisht nëse në fakultet, në universitet ka një drejtim lidhur me boksin. Po ti çka ke synim të vazhdosh në fakultet? Unë mendoj që mas shumë ti më shkon fakulteti i DIF-it, do më thonë për edukatën fizike, sepse jo vetëm sportin e boksit, po të gjitha sportet, siç është basketbolli, volejbolli, futbolli, mua më shkojnë shumë mirë. Gjithashtu edhe me sportin e volejbollit, e kemi nxorë vendin e parë në Kosovë me shkollën Yll Marina. Kështu që këtë sportet më shkojnë edhe që kjo unë mendoj që më kish përshtat mas shumë ti mu. Shumë mirë, Flori, e pas ke në mendje edhe do më thonë le themi fakultetin e edukatës fizike, por normalisht që boksin besoj që nuk do e lëshone është asnjëherë përderisa ke mundësi që ta vazhdosh, apo? Ashtu është. E tash ne, si gjithmonë e kemi një rubrik tjetër, pak më të këndshme, është përsëri me pyetje, por ke mundësi që të zgjedhësh është një lojë mes dy fjalëve. Ne të tregojmë dy fjalë që kanë lidhje me boksin edhe ti cilën fjalë prej atyre e preferon që ta ushtrosh në këtë disiplinë do ta zgjedhësh. Po ja fillon ende ti? Ja nisem. Atëherë, stërvitje serioze apo relaksuese? Stërvitje serioze, mendoj, se nevojitet ma shumë kur ti ushtron seriozisht, është ma mirë për ty se në ndeshjet tuja që ajo ka me të ndihmu ty me triumfu, domethënë. E që kjo zgjedhje padyshim të bën edhe të suksesshëm. Gjithmonë. Goditje të shpejta apo të fuqishme? Goditjet e shpejta janë më të mira se nëse ti ki fuqin, shpejtësia gjithmonë e mund të fuqin, sepse me gjujtje të fuqishme ti nuk mundesh mi mrri një që është më i shpejtë se ti. Më shumë kondicion fizik apo teknik? Unë mendoj që më shumë është fizik, se nëse ti e ki trunin, ti nuk mundesh me funksionu nëse nuk i ki edhe durt ose këmbë, do të thonë nëse nuk i ki të përgatit në anën fizike. Trajner i rrept apo motivues? Motivues. Motivues. Stërvitje në mëngjes apo në mbrëmje? Mund të them në mbrëmje, pas një dite të vështirë, mund
të qfryesh në thesin e boksit. Boks amator apo profesional? Boks profesional. Mbrojtje fort apo sulm agresiv? Unë mendoj sulm agresiv se shumë thojnë sulmi është vetë mbrojtja. Punë me thes apo me partner? Puna me partner është më e mira sepse nevojitet ty edhe në për duele, domethënë. Fokusi tek shpejtësia apo tek rezistenca? Shpejtësia është më e mirë se sa ma pak me has në goditje është ma keq. Domethënë duhet me ikë atë në goditjeve përmes me pësu ramje. Raundet të shkurtra apo të gjata? Raundet e shkurtra janë më të mira. Stërvitje vetëm apo në grup? Stërvitja vetëm sepse ty të ndihmon shumë mu përqëndru aty. Edhe domethënë kjo është një pasojë që çon ty deri te suksesi. Bën më të pavarur. Po. Strategji e zgjuar apo presion konstant? Strategji e zgjuar. Boks klasik apo modern? Boksi modern është shumë më i mirë se është modern, tamam, klasiki është diçysh më i vjetër edhe unë mendoj që krejt bokserat që kanë qenë të vjetër, vepru në kohën e tashme, në gjithë keshin humbi bokserave që bojnë boksin modern. Ushtrime bazike apo të avancuara? Ushtrimet e avancuara janë domethënë gjithmonë më të mira se na mësojnë edhe boksin më të avancuar domethënë. Fokus tek koka apo tek truri? Fokus tek koka mendoj. Disiplinë strikte apo fleksibile? Strikte është disiplina më mirë se gjithmonë ndihmon ty për më konë më i disiplinun për sportin tonë edhe gjithmonë ti ki më mënu më bo më i mirë në atë sport. Pushim më i gjatë apo intensitet më i lartë? Intensiteti më i lartë, se gjithmonë në stërvitje duhet më konë intensiteti i lartë që në ndeshje ti më konë sa më i mirë. Po dhe pushimet i dënë, po besoj. Normal janë të mira, po për sportin tim nuk janë shumë të mira. Mentalitet luftëtari apo analitik? Luftëtar është më mirë më konë se ti domethënë bën gjithçka për çato, edhe i jep gjithçka pa të trambësyrit nga çfarë është përpara. Dhe këto ishin disa nga pyetjet e lojës që ne i bëjmë çdo të ftuar pothuajse. Flori, shumë faleminderit që ke qenë pjesë e jona sot. Arsa, nuk e di nëse ke ndonjë pyetje? Edhe një pyetje për fund, si gjithmonë e ndi pyetjen që i bëjmë të gjithëve, është mesazhi. Flori, a ke një mesazh që dëshiron t'ju drejtosh ndoshta bashkëpunëtorëve të tu ose të rinjve të tjerë të cilët kanë dëshirë që ta ushtrojnë këtë profesion, por thjesht kanë frikë ose ngurojnë? Profesioni boksit është një profesion shumë i vështirë që ti nëse nuk e dën, nuk është mirë mi bo fare. A nëse e dën, vetëm duhesh më shty përpara, me thonë, duhesh më koni motivun për çato, me pas disiplinë për çato, edhe gjithmonë ki më arrit. Veç edhe diçka sa po du me pyet se Flori në këto minuta të intervistës foli shumë pozitivisht për boksin, po unë po du me të pyet, a ka diçka që do ndryshoje ti tek boksi? Asnjë gjë, se boksi është një sport luftarak. Nëse na ja kishim ndru disa gjëra, ai nuk ish bo sport i preferuar për mu. Një përgjigje diplomatike. Flori, shumë faleminderit që ishe në emisionin ton sot, në studion ton sot, edhe ne patëm kënaqësinë që të ndajmë disa minuta bashkë me ty për të na treguar pak më shumë në lidhje me këtë disiplinë sportive, le të themi me këtë sport, me boksin në përgjithësi, për efektet pozitive, për anët e mira, për anët ndoshta pak më negative, e po ashtu dhe faleminderit që ndave edhe një mesazh për të gjithë të shikuesit që neve po na ndjekin në këto momente. Faleminderit për jush. Faleminderit Flori, faleminderit edhe ty Arsa, është me vërtet kënaqësia ime që të ndaj këtë studio çdo javë, çdo fundjavë, çdo të diele së bashku me ty, e që falënderimi i veçantë në fund i shkon shikuesve tanë të dashur që na ndjekin çdo të diele e që na dërgojnë mesazhe prej më të ndryshmeve, e që po ashtu na propozojnë edhe të ftuar të ndryshëm. Shumë faleminderit për le të themi besnikërinë që keni krijuar tashmë tek ne, tek podcasti Rinia. Ne do irem takim javën tjetër me një tjetër të ftuar të mrekullueshëm, po a them, sepse me të vërtetë e tillë është. Faleminderit shumë Arsa, faleminderit shumë publikut tonë, ne shihemi javën tjetër. Faleminderit shumë të dashur shikues, mirupafshim.